18 vite pas tragjedisë së Gërdecit, familjarët e viktimave kërkojnë sërish që drejtësia për këtë ngjarje të shkojë deri në fund. Në një deklaratë të përbashkët, ata theksojnë se kjo datë nuk është vetëm një përkujtim simbolik, por një plagë që vazhdon çdo ditë për familjet që humbën njerëzit e tyre më të dashur. Sipas tyre, tragjedia e 15 marsit 2008 mbetet një nga ngjarjet më të rënda që ka përjetuar shoqëria shqiptare në kopaqeje. Familjarët kundërshtojnë pretendimet se procesi gjyqësor që po zhvillohet aktualisht në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një proces politik. Sipas tyre, pengesat që kanë vonuar drejtësinë ndër vite kanë qenë pikërisht të natyrës politike. Ata kujtojnë se akuza ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu është ngritur që në vitin 2009, por për më shumë se një dekadë çështja nuk u gjykua. Procedimi u ndërprej pasi Mediu fitoi mandat deputeti dhe përfitoi nga imuniteti parlamentar, ndërsa pas shumë kërkesash nga familjarët, çështja u rikthye në sistemin e drejtësisë dhe po shqyrtohet aktualisht në GKO. Megjithatë, familjarët shprehin shqetësimin se dhe gjatë 3 viteve të fundit, procesi gjyqësor ka pasur zvarritje. Në thelb të çështjes, sipas familjarëve, qëndron vendimi për të lejuar demontimin e municioneve të kalibrave të mëdhej pranë zonave të banuara nga një kompani private që sipas tyre nuk kishte teknologjinë dhe kontrollin e nevojshëm. Ata theksojnë se nuk ka qenë kundër procesit të demontimit, por kundër mënyrës se si ai u krye në kushtet pasigurta dhe pranë banesave. Shpërtimi në Gërdec ndodhi më 15 mars 2008 në një fabrikë për demontimin e municioneve. Nga tragjedia humbën jetën 26 persona, qindra të tjerë u plagosën dhe 10 banesa u shkatruan ose pësuan dëmtime të rënda, në atë që cilësohet si një nga ngjarjet më të rënda të 30 viteve të fundit. Ngjarja e rëndë në Gërdec ka patur një ehon të gjerë edhe në media ndërkombëtare. BBC, CNN, Më 15 mars të 2008-s, nga pamjet e shpërtimit fillestar, duke i krahasuar në një farë mënyre për nga forma me shpërtimin e Hiroshimës, duke dhënë edhe shifra tronditëse të kësaj tragjedie. E përditshme italiane Corriere della Sera e ka quajtur tragjedinë Qeveria shqiptare e shpalli ditën e sotme, ditë zi e kombëtare në nderim të viktimave të shpërtimit në fshatin Gërdec, pa kilometra pranë kryeqytetit. Me mesditë, flamujt e institucioneve shtetërore ulën në gjysmëmbështjese, ndërsa Këshilli i Ministrave vendosi t'u japë familjeve të viktimave një ndihmë prej $20.000 amerikan. Kryeministri Sali Berisha deklaroi në një konferencë shtypi se operacionet e kërkimit në zonën e shpërtimeve do të vazhdojnë pa ndërprerje. Se ku janë 5 shtukurit, dhe nuk mund të lëmë pa bërë çdo përpjekje për të gjetur ata. Se kjo të dhënë për këto familje një fatkeqësi të dyfishme. Po bën kërkime në zonën e Katerit. Nga ana tjetër, opozita përsëriti kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Berisha. Kryetari i Partisë Socialiste të Opozitës, Edi Rama, thotë se qeveria është e paaftë, e korruptuar dhe përgjegjëse drejt për drejtë ngjarjes së Gërdecit. Ne duam dorëheqjen dhe imunitetin e deputetëve Sali Berisha dhe Fatmir Mediu, jo me deklarata për gjoja gatishmëri për të mbështetur hetimet, po me votim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Zoti Rama thotë se autoritetet po përpiqen të shmangin përgjegjësinë zyrtare për këtë ngjarje dhe po përpiqen të fshehin numrin e vërtetë të viktimave të saj. Nuk e pranojmë për kryeministër. Dhe ai duhet të na japë dorëheqje. Jo justifikimet e patolerueshme të një fatkeqësie që nuk është natyrore, po politike. Që nuk e kemi nga Zoti, po nga ata që kanë marrë votën për ta dalë sot, që s'mund mbulohet, siç po mbulohet numri i viktimave dhe i shtukurve. Pavarësisht nga shifrat e pakonfirmuara që dalin nga burime të ndryshme, zyrtarisht sipas qeverisë numri i viktimave të aksidentit të Gërdecit është 16 të vdekur dhe 5 të zhdukur, pa llogaritur disa qindra të plagosur. Sot mungojnë nga lista e të zhdukurve, mungojnë 5. Lista ishte 13
të u gjetën gjallë në vendet ndryshme. Kjo listë janë gjetur 4 viktima dje, sot është gjetur një tjetër. Kjo në vendet. Në atë këto që themun. Prokuroria ka arrestuar 3 persona, drejtues të firmës që kishte marrë përsipër zbërthimin e predave të kalibrit të madh dhe po heton shkeljet ligjore dhe teknike që shkaktuan aksidentin. Ministria e Financave njoftoi pasdite se po përdor një pjesë nga fondi emergjencave civile rreth $60 milion amerikan, të cilave po u bashkohen edhe shumë ndihma nga shtete, organizata ndërkombëtare, firma shqiptare dhe kontributet e qytetarëve të thjeshtë në numrat e posaçëm të llogarive bankare për këtë aksident. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.